Shpesh ne kemi trajtuar raste të problematikave në sistemin arsimor, prindër, nxënës apo edhe mësues kanë paraqitur shqetësimet e tyre. Si në këtë rast, që do t'ju tregojmë. Unë quhem Alfreda, jam mësues edukimit fizik në shkollën Masa Shukar. Jemi në Fierz, 15 kilometra nga qyteti i Bajramcurit dhe ky zotri po denoncon një rast vërtet flagrant në shkollën ku jep mësim. Para një muaji, në mënyrë rastësore, më thonë nxënësit e klasën 11 që profesor na ka një formular për lëndë me zgjedhje, por qytetërisht mungon lënda edukimit fizik. Dhe unë i them, të lutem më trego formularin dhe ai më tregon formularin që kishte dhënë drejtoresha e shkollës. Formulari i lëndëve me zgjedhje është një dokument i lëshuar nga Ministria e Arsimit, i cili ka si qëllim plotësimin e orëve mësimore të nxënësve dhe mësuesve. Por në formularin që nxënësit i dorëzojnë mësues Alfredit, ai vëren diçka të pazakont. Nuk ishte formulari origjinal që e ka dërguar Ministria. Pasi formulari origjinal është me 15 lëndë, aty ishte heq edukimi fizik, ishte heq art pamor dhe model kurrikular. Ndërkohë që aty s'ka pas nevojë drejtoresha me çfarë, se formularin thjesht ka pas me printu dhe me dhënë formularin që ka qenë origjinal, ajo ka falsifikuar. Në këto kushte, Alfredi së bashku me një kolegun e tij kërkojnë sqarime nga drejtoresha. Në këtë moment direkt bashkë me kolegun tim shkojmë dhe takojmë drejtoreshën e shkollës dhe i themi për rastin, si ka mundësi, si qëndron e vërteta. Drejtoresha sy në sy na tha që kjo nuk është e vërtetë pasi formulari bëhet fjalë për tekstin. Një gënjeshtër e dukshme, sepse mjafton të lexojmë pjesën e sipërme të shkresës për të kuptuar që nuk bëhet fjalë për formularin e listës së teksteve shkollore, por për përzgjedhjen e lëndëve nga kurrikula. Çfarë halli keni Alfred që shqetësoni? Pasi unë ju kam plotësuar me orë. I them fal, po me orën nuk na plotëson ti drejtoresh, ju, na plotëson arsimi, ligjet e arsimit para universitar. Ajo tha nuk është çështje për ju. Sa orë duhet plotësoni ju në Unë javë? ngarkesëm si morëm mësuesat e edukimit fizik kanë 22 orë në javë. Pas kësaj bisede, mësuesi i kanë bindur se gjërat u zgjidhen, por ditën e nesërme ai kupton se asgjë nuk kishte ndryshuar. Prapë me tjetër formular që e kishin paralajmëruar. Me formularin që kishte 12 lëndë. Po, me 12 lëndë, domethënë e kishte heq atë origjinalin dhe me 12 lëndë. Duke parë që lista vazhdonte të ishte e njëjtë, siç e kishte korrigjuar drejtoresha, mësuesi vendos të bëjë një hap tjetër, duke telefonuar zyrën vendore arsimore të Tropojës. I them, më fal, ky problem ka ndodhur. Edhe më thotë Alfred nuk ka mundësi thotë me ndodhur, megjithatë thotë Alfred të lutem fal, se pe tras drejtoreshën në telefon. Ai e thret drejtoreshën dhe drejtoresha në njëjtë mënyrë sikur na rrani mua, na mashtroi mua dhe kolegun tim, i thotë edhe atij që nuk është për lëndë me zgjedhje, po është për tekstet. Për 2 herë radhazi, drejtoresha ka thënë gjëra të pavërteta, duke ngatëruar qëllimisht lëndët me zgjedhje me tekstet shkollore. Dukej se çdo gjë do të mbyllej pa një zgjidhje, por Alfredi vijon të këmbgul për ta çuar të drejtën në vend. Pastaj unë në të njëjtën mënyrë ndaj ndjeni edhe drejtorin e drapit, Lezhë, dhe edhe ai thotë Alfred të lutem mu drejtor zyrtarisht, i çoj letër edhe zyrës arsimore Tropoj. Gjithashtu ndërkohë i çoj edhe prokurorisë Kuksit, drejtoria arsimore kthei përgjigje ku e pranon fajin që ka bën drejtoresha, por në rastin konkret nuk merr masat që duhet më i marr. Prokuroria e Kuksit i mbylli hetimet. Gjë që vërtetohet nga ky dokument, ku thuhet se prokuroria Valbona Verzeroli ka vendosur mosfillim të çështjes me pretendimin se mungon ana subjektive, qëllimi i fitimit dhe pasojat. Prokuroria gjithashtu shton se në faktet e sipërpërmendura nuk jemi përpara kushteve ligjore të regjistrimit të procedimit penal. A mos vall drejtoresha ka patur argumenta të mjaftueshme për të hedhur poshtë çdo pretendim të mësuesit që ka denoncuar skandalin? Në fakt, jo. Sepse për ta kuptuar të vërtetën, mjafton të dëgjoni një copës bisede mes të dyve. Drejtoresha formularin e lëndës me zgjedhje. Ço bën? Këta nuk kanë bën lapsusjetën. Domethënë ke pranë një parti. Jo, sepse kom harruar pjesën, kom harruar dhe artin, edhe sportin edhe motorin. Me këtë që sapo tha, bie poshtë pretendimi i mëparshëm që sipas drejtoreshës nuk ka qenë lista e teksteve shkollore, por lista e lëndëve me zgjedhje e shpërndar si pasojë një lapsusi. Të paktën kështu pretendon drejtoresha. Si do të Orë të ligjit drejtoresha. Tash do të shpërndajmë votë ligjit do. Na kilon plotësuar. Kjo që sapo dëgjuat është shembull i qartë që deri tani drejtoresha ka punuar në shkelje të ligjit, por rëndësi ka që e ka kuptuar se shalëmshi ka bërë. Dhe çfarë është më e bukura, listat mbeten të njëjta. Në shkollën Mato Shuka nuk ndryshoi asgjë në raport me nxënësit e penalizuar nga kjo shkelje e drejtoreshës. Por as Alfredi nuk pranon të dorëzohet dhe vazhdon të kërkojë me këmbgulje të drejtën e tij dhe të kolegëve. Në të ta bëjmë marrëveshjen shtator, sepse kështu rregull. Si e zgjidhi drejtoresha kështu? Falsifikimi, si e zgjidhja apo hiqti? Zgjodhi me esha. Këtë gjë ka bën dhe më orë vjet që i ka bën. Me mua është e rëndësishme Alfred si u zgjidh problemi. Cili problem u zgjidh? Cili problem u zgjidh? Falsifikimi. Shysh është drejtoresha e arsimit pra një falsifikimi. Këto hapa të ndërmarr përfshirë edhe ato ligjor. Mësues Alfredi ja komunikon edhe stafit pedagogjik të shkollës nëpërmjet grup chatit në WhatsApp, por denoncimit të tij nuk ju përgjigj askush, ndërsa ne mendojmë që gjëja më e mirë është t'i japim zë edhe drejtoreshës së shkollës. Jam Luela nga emisioni Piranj. Kam një problematik në lidhje me lëndët me zgjedhje, me listën
Që është ndërmë zënësve Po, të shkollave? e kam zgjidh. Si e keni zgjidhur? E kam zgjidh çështjen, kam bën formular, ka qenë lapsus, është zgjidh çështja dhe është fut lëndë me zgjedhje edukimi fizik dhe sportit. Është zgjidh. Keni hequr 3 lëndët, Nuk modulin është e e heke drejta, është ka një lapsus. lapsus me hequr 3 lëndë Jo, ka jo. 15 lëndë? Jo, është më lapsus nga kjo dhe është zgjidh çështja. Në fakt vetëm lapsus nuk ka këtu, sepse kur bëhet lapsus korrigjohet dhe jo të përsëritet. Në të kundërt, quhet faj. Me ZVA. Lapsus sepse ky formular i shkruhet direkt. Po. Ndërkohë ju nxënësve i keni dhënë një formular me 12 lëndë, 3 lëndë janë të hequra. Po, bën lapsus, pra i kam dhënë. Po si bëhet lapsus? Është bën lapsus me 3 lëndë dhe është fut sporti, është fut klas 10, edhe në klas 12. Çfarë qëllimi keni pasur shit? Asnjë lloj qëllimi, asnjë lloj qëllimi. Kjo Asnjë lloj qëllimi s'është pas, qëllim bile shumë pozitiv dhe Me hequr 3 lëndë? ky mësues është kompletuar, 2 mësues, është Alfreda dhe Frandelia janë kompletuar me orë të plota si mësues edukimi fizik. Fal, po me orën li nuk na plotson ti drejtoresh, ju, li na plotson arsimi, ligjet arsim para universitar. të duhen hequr 3 lëndë, modulet, edukimi fizik dhe Llogarinon e për këtë është bën lapsus si drejtor. lapsus kur këtu është Tashi, kjo është lapsus, ne e kam është lapsus dhe kam dhënë llogari për këtë punë, e kam dorëzuar në ZVA, është fut lënda me zgjedhje sport në klasë 10 dhe në klasë 12. Shnet mirë pofshim. Është lapsus, shëndet dhe mirupafshim. Ka që thjesht qenë ka, a mos duhet ta seroj më mirë? Shifë formularit përfundimtar. përfundimtari, po të parë mëse keni shpërndar me Po lapsus pra po. Po zonjë të lutem, si mund Është formulari përfundimtar. formulari Po, që shifë shkarkohet. përfundimtari. Po pra ky është formulari që shkarkohet dhe ky është formulari që ju keni dhënë. Po, lapsus, pra. Po jo Po, pra lapsus. sepse ky shkarkohet direkt, s'ka nevojë për tu. Lapsus apo? Direkt kjo është nga drejtori, lapsus dhe shifë poshtë formulari, shifë O përfundimtar. drejtoresha, nuk ka pse ndërhyet në këtë Formulari listë. përfundimtar Pse matura. keni dhënë pra nxënësve formularin e parë me 12 lëndë? Kemi pas për bën zgjedhjen e për shtëpiat botuese. Dhe përfundimtari. Të lexojmë. Shkolla e Bashkuar Matush Uka, formulari për zgjedhjen e lëndëve nga kurrikulat me zgjedhje në klasën e 11. Formulari përfundimtar shikuam Zoj. zojnë. Zojnë. Shife ku është më i motër, shife ku është. Mirë, se më justifikoni ju më këtë që e keni dhënë. Aty o bani lapsus, pra. Zonja Ramaj po përpiqet të na ngatëroj ose qëllimisht ose nga padituria e saj duke bërë lëmsh lëndët me zgjedhje me tekstet shkollore. Kjo është një listë lëndësh me zgjedhje dhe kjo tjetra listë e teksteve shkollore. Tekstet shkollore hartohen një listë veçantë nga Ministria e Arsimit, më pas i dërgohen gjitha shkollave të sistemit parauniversitar, private dhe publike, dhe përzgjedhja është e lirë dhe bëhet nga mësues dhe stafet të shkollës, pra nga mësues të lëndëve të caktuara dhe stafet të shkollave përkatëse. Për shembull, në një lëndë mund të ketë 2 apo 3 alternativa teksti, mësuesi i shikon, zgjedh atë që i duket më i përshtatshëm dhe më pas vendoset bashkë me stafin e shkollës dhe drejtorinë e shkollës. Përzgjedhjen nuk e bëjnë nxënësit nuk kanë të bëjnë me përzgjedhjen e teksteve shkollore. Jo, përzgjedhja e teksteve shkollore është ekskluzivitet 100% i mësuesit, pra e përzgjedh mësuesi i lëndës. Ashtu që e kam fut sportin? Pse e ke fut sportin? Po sepse kam zgjedh vetëm këtë lëndë, se këto ka me zgjedh shtëpit. Ka qenë me zgjedh shtëpit botuese. Po lexon këtu formular për zgjedhjen e lëndëve me zgjedhje. Unë e kam fut, sporti është fut. Nuk lexon Sporti është E fut. ke futur me shkrimdore që pra është një shkendje. Shnet mirë pofshim. Ju dhe nuk është viti të parë që ju drejtoni të shkollë që thonë është lapsus. Lapsus është. Nëse do ishte drejtuese Lapsus. për të shkollë, atëherë mund të ishte lapsus. Lapsus është. Po jo ka shpinë, është institucionet që ju e quani lapsus. Hapse do zgjidhë ndryshe me Alfredit. Do zgjidhë ndryshe. Do zgjidhë ndryshe. Po s'ti marrë. Do zgjidhë ndryshe. Drejtoresha nuk e ka as pak problem që përpara kamerës të një emisioni të kërcënoj vartësin e saj. Duket që përveç lapsusit, di edhe ti tregoj vendin rebelëve në shkollë. Ti që Ju e keni të vëqë të formular, sa keni rishpërndar formular të tjerë në momentin që Alfredi ka ardhur tek ju dhe ju ka thënë, ju ka kërkuar llogari, urdhëro kam bisedat. I ka çuar në grup Alfredi asnjë përgjigje. Nuk e kuptova se pse është reduktuar ky formular, megjithatë ju uroj sukses. Sa urdhëro formularin grupi i punës me ato shkurta. Vazhdoj. është janë zgjidhë. Shnet mirë pofshim.
Shiko, jeni gazetar shumë mirë, por merruni me gjëra të rëndësishme. Për ju kjo nuk është e rëndësishme që ka lidhje, është për mua e rëndësishme. Po pra, po ju thoni ka ardhur koha që të merrem me gjëra të vërteta. Kjo është e rëndësishme për mua, janë të vërtetat. Kjo është e pavërtetë sipas jush, kjo është e pavërtetë sipas jush? E mbyll. Na sugjeroni ndonjë gjë të rëndësishme pra.